Vala e dytë e liberalizimit të tregut të energjisë pritet të fillojë nga 1 prilli i këtij viti. Sipas ZRE-s, procesi do të zhvillohet sipas legjislacionit dhe kritereve ekzistuese si në fazën e parë. Faza e dytë e liberalizimit planifikohet të fillojë nga data 1 prill 2026. Do të zbatohet në mënyrë të planifikuar dhe në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative ekzistuese. Për dallim nga plani rregullatorit për energji, përfaqësues të bizneseve po numërojnë dëmet financiare dhe teknike që u janë shkaktuar nga vala e parë e liberalizimit. Kanë pësu fillimisht dome tek punëtorët për shkak se në mungesë të energjisë edhe në mungesë të një mënyre të dytë të shujmë atëherë ai nuk ka mujtë mi majtë ata punëtorë me nejti ka qunë shpi, pa të janë pagu prap. Për shkak të këtyre reduktimeve ka ndodhur edhe djegje dhe dëme shumë të mëdha në stabilimente. Në të njëjtën linjë, edhe prodhuesit vendor thonë se rritja e çmimit të energjisë mbi 100% dhe mungesa e informimit po shkaktojnë dëme të pariparueshme në stabilimentet e tyre prodhuese. Tu nuk kanë ndodhur gjitha rastet më na informu, ka pasur raste të cilat nuk na kanë informu fare, të cilat kanë ndiku goxha shumë në procesin e prodhimit, dhe një ndërprerje si kjo na ka kushtuar si në kosto në dëmtimin e produktit. Për ekspertët e energjetikës, suksesi i valës së dytë varet nga reflektimi mbi lëshimet e bëra gjatë vitit të kaluar. Duhet që mos bëjmë gabimet e njëjta të fazës parë që është bërë me nguti dhe është bërë si vendimi i kryer, kështu që tash duhet mësojmë nga gabimet dhe duhet që të kemi një diskutim më serioz, duhet gjitha palët e interesit të akordohen dhe në fund zyra rregullatorit të energjisë pastaj ta merr një vendim mbi bazën e interesave të palëve të interesit. Aktualisht në tregun e hapur funksionojnë gjithsej 9535 pika matëse, ndërsa furnizimi këtyre konsumatorëve realizohet nga 6 furnizues të ndryshëm të licencuar.